Në një ambient krejt ndryshe dhe tepër festiv, dhe me një pjesëmarrje që i kalon për masat kombëtare, Dita e Flamurit u festua dhe nga paqëruajtësit tanë në Camp Arena, Herat, Afganistan, në një ceremoni të mirë organizuar nga kontingjenti i nënt. Edhe pse kaq larg Shqipërisë, Dita e Flamurit bashkoi shqiptarë e kosovar, të cilët punojnë në kompani civile në mbështetje të Camp Arena. Flamuri shqiptar që ngrihet kaq larg nga vendlindja, me një mision ushtarak i cili dhe pse larg, ka vendosur ta kthejë në traditë për vjetorin e pavarësisë. Kontingjenti i nënt drejtohet nga kolonel Sokrat Prifti, i cili dhe pse me një tjetër mision, ju kujtoi me një historik të shkurtër përpjekjet që quan deri në ditën e shpalljes së pavarësisë, historikun e zhvillimit të shtetit shqiptar, krijimin e forcave të armatosura shqiptare pas pavarësisë dhe kontributin që jep sot ajo në operacionet paqëruese në kuadër të NATO-s. General Portolano vlerësoi kontingjentin shqiptar për misionin dhe akordoi medalje për djemtë shqiptar.